Njerëzit që kanë një gjatësi kaq të theksuar të bashkëjetesës me ankthin, kaq të shtrirë në kohë, kanë tendencën që të vuajnë edhe nga psikopatologji të tjera. Për fat të keq, një ankth i pa trajtuar për 20 vite krijon terrenin më të mirë të mundshëm që të shfaqet dhe të bashkë ekzistojë me çrregullimin e ankthit apo atakët e panikut dhe një çrregullim i humorit depresiv. Dhe aty ku nuk kemi mjekuar ankthin për 20 vite, pacienti vjen edhe të tregon për simptomat e ankthit, por në fakt i është mbivendosur dhe çrregullimi i humorit depresiv. Prandaj është shumë e rëndësishme që kur kuptojmë se ky nivel ankthi po na pengon të studiojmë apo po na pengon që të performojmë detyrat e përditshme në punën tonë, po na pengojnë që të funksionojmë si grua, si nën, si bashkëshorte, si shoqe, si kolege, atëherë ky është kampana e parë e alarmit që personi duhet të kërkojë ndihmë të specializuar, sepse i ka ndërprer rutinën, mënyrën se si ne funksionojmë. Nga ana tjetër, kur flasim për një ankth të patrajtuar për një kohë të gjatë, nuk duhet harrojmë se këta njerëz janë përpjekur ta trajtojnë në mënyrën e tyre dhe kjo mënyra e tyre jo gjithmonë i ka ndihmuar. Dikush mund të praktikoj çajra të caktuara para se të flejë gjumë, dikush mund të ketë rregulluar dietën, dikush mund të kërkoj këshilla lart edhe poshtë dhe nuk ja ka dalë mban. Nga ana tjetër, unë vëre se personat e ngatrojnë shpeshherë konceptin e disa gjendjeve të shëndetit mendor ose themi vuaj nga ankthi se është më lehtë në nivel social për të pranuar kjo lloj diagnoze në raport me stigmën që ka të thuash vuaj nga depresioni apo jam diagnostikuar me depresion madhor, me depresion bipolar apo me një gjendje depresive. Është përhapur kaq shumë ky term, sa është bërë një nga trendet e përditshmërisë, sa shpesh e ndeshëm në bisedat përditshme themi kalova një gjendje ankthi, më kapi një atak paniku, por në fakt në 90% të rasteve që ne dëgjojmë të flitet për ankth, nuk është ankth. Njerëzit mendojnë që e njohin ankthin, por nuk e njohin ankthin dhe nuk kanë faj që nuk e njohin, nuk janë profesionistë të fushës. Kështu që shpeshherë dëgjojmë jo se njerëzit e njohin gjendjen që kanë, po i është rrahur aq shumë veshi sa mendojnë që nuk ka më tabu të vuash nga ankthi, kështu që kur ndihem keq shpirtërisht dhe takoj një mik apo një mikesh dhe i them jam me ankth, po përballem me ankthin këto kohë, do ndihem e pranuar apo i pranuar nga tjetri. Prandaj mendoj që është përhapur shumë si term.